Shko sot kam ardhur te tubi i sjellësit që vjen nga Barxhana dhe kalon tu për të shkuar tek depoja e qytetit. Në zallën e tarazhit është zbuluar i tëri, edhe është rrezikuar nga ujrat e shirave që ranë ditë e para të janarit. Gjatësia tanë që unë do ta sjell të filmuar këtu, fati është sepse tubi është i thosh paralel, do ta shohim gjithë, është paralel me lumin sepse do ishte put dhe uji do ishte bllokuar për qytetin. Në kohë që duhet të them këtë gjë që për këtë tu është bërë një projekt para disa kohë, sepse nuk është hera e parë që ndodh kjo ndaj tubave të furnizimit me ujë të pishëm. Është bërë një projekt nga ana e bashkisë, është dërguar në emergjencat civile dhe ato qendrore të mëra, por nuk është përgjigj tash 2 vite askush. 2 janë projekte që nuk është përgjigj pushtetit qendror. Qoftë për mbrojtjen e zallit të fanit vogël atje ku ne kemi theksuar tash sa kohë, dhe dyta edhe këtu. Dhe projektin të ta sjell të gjithën se si është bërë dhe pse nuk është realizuar ka 2 vite, por mbi të gjitha do të them që tani është momenti për të mos e vazhduar më këtë lojën e kungulleshkave, por ky projekt bashkë me atë duhet të zbatohet. Gjithsesi po zbres poshtë, ta shoh atje nga lumi dhe të sjell pamjet këtu nga tarazhi, afër tarazhit, domethënë rruga e Jezullit, edhe këtu. Edhe për fatin e keq në rrugën e Jezullit, edhe një ur aty, Urbeli, dhe ajo ka rënë. Domethënë ky është pru shumë i rrezikshëm. Ndaj investimi që të bën duhet të jetë sakta. Gjithsesi, po sjell pamjet më qatë. Ja, kjo është pamja tani. Kur kishte rrebesh, ky tubi ka qenë mbuluar tërësisht nga uji. Dhe ja si vazhdon. Është shumë e çuditshme, është shumë e çuditshme. Një projekt që është bërë dhe nuk besoj duhet të jetë devijuar në projekt. Sepse këtu dal nga dal fillon rrezikon edhe rrugën, aksin këtu. Aksi që shkon për Përlat për Lur, aksi rrugor. Pra duhet të jetë një projekt serioz. Ata marr pak dhe më afër. Ku është tubi prej këtu, të kjo poseta. Edhe vazhdon për të kaluar atje në anën tjetër, ja. Edhe gjithë kjo është gryer, ja. Ja si ka hyrë projë, është pru shumë i keq, është i rrëmbyshëm. Nuk e di si është bërë ky projekt, gjithsesi do ta shoh. Do të shoh se si e kanë bërë, si e kanë projektuar herën e parë dhe nga do shkoj ky projekt tarazhi. Ja, deri këtu edhe këtu ka gryer. Ne kemi folë 100 herë për bimësinë. Ja, aty ku ka bimësinë nuk ka gryrje. Edhe kemi parasysh gjithë tek këtu, do ta përshkruaj pak më në detaje. Edhe këtu sipër është rruga, aksi nacional, që lidhet me Lurën, pra me Përlatin, me Urakën, me Matin, me Klosin. Ja. Edhe gjitha kjo këtu tani rrezikohet. Unë do ta shoh dhe do ja përcjell projektin. Është një projekt që ma ka dërguar dhe mua bashkia. Projekt që lidhet me 2 venet e rrezikshme të erozionit, që janë edhe atje te zalli i fanit vogël, pra që janë një lagje e Tan dhe lagja e Egjiptianëve, por dhe energji elektrike, pra janë shtyllat e energjisë elektrike që furnizojnë disa fshatra. E ndërkohë, edhe këtu, atëherë si do të bëhet, do ta shoh projektin me kujdes. A do merret projekti thjesht me disiplinimin e projekt, apo do përfshit edhe tubacionin, se kjo është e rëndësishme, domethënë tubacioni në moment që bëhet mbrojtja lumore, shpëton dhe tubacioni. Kemi parasysh që ky tubacion furnizon depën kryesore të rrëshenit me ujë të pishëm që vjen në mënyrë të rrjedhshme, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Por njëkohësisht furnizon një degëzim edhe lagjën Jezull që është te në sfond nga kratë e mi. Si godet lumi, është e njëjta gjë si çdo lum tjetër, ja si godet. Aty ku ka bimësi, ka godit dhe nuk ka bërë asgjë, ja.
ja si është. Është gjithë zona e paprekur, por edhe nga ana tjetër. Ndërkohë këtu që s'ka bimësi, ja gryrja. Pra e kam folë disa herë për punë e bimësisë. Por e thjesht, ja shkini këtë pemë në vogël këtu. Dhe këtë nuk e ka shkull. Imagjinoj se ka ardhur ujë deri këtu, mo gati ke këmbët e mia. Ja gati deri këtu ku jam unë. Ja. Ashtu. Edhe ka vazhduar edhe këtu. Edhe pse ka një brez betoni, as ka pyet për ta fare. Ja tani se çka ka bë. Edhe atje, edhe pse ka qenë një brez betoni aty dhe atë e ka shem. Pra këtu duhet një mbrojtje plot dhe besoj duhet jetë bë me devijim. Me devijim të lumit, pra që mund të jetë aty në mes dhe të bëhet një ndërhyrje e mirë, gjithsesi do të shoh projektin. Ja, uroj që projekti të zbatohet. Edhe vazhdoj t'i bëj një apel edhe pushtetit qendror, edhe përfaqësuesve të pushtetit qendror këtu në rajonin e Lezhës. Tani po shfletoj projektin që Bashkia e Midit ka bërë për mbrojtje nga lumi Zmeja e Madhe, pra aty ku ishim. Ja, tu është harta. Ja ku duket aty. Tu është më e qartë, edhe duket dhe rruga ku kalon, edhe tubi ku është. Të gjitha ato kondicionet që duhen për të bërë një projekt. Ja të fillojnë të zbatimet tani, pra skicimet e projektit. Pra ky është projekti i cili ka 2 vite që është dërguar në instanca qendrore dhe nuk është dhënë asnjë përgjigje. Kanë qenë edhe për fanin e vogël atje tek lagja e Kodroshenit poshtë në breg lumit, ndërsa ky është projekti tjetër që ka të bëjë me gjithë parametrat që duhen për të bërë një projekt. Ja. Tek Zmeja, tek erozioni që ka si Zmeja, ja. Ta si ndonjëherë këtu pak a shumë është trajtimi që mendohet për të bërë. Ja, vazhdojmë edhe me këto, janë procese teknike, pra deri këtu. Ja, edhe po e sjell edhe një herë këtë pamje ku janë sigluar kërkesa e bashkisë, firmë vule me radhë, ku shprehjet projektin, shoqëria që ka bërë projektin projektuese me radhë. Është shumë i nevojshëm që ky projekt me patjetër këtë verë duhet të bëhet. Duhet miratohet dhe duhet bëhet. Pra është një apel edhe për institucionet qendrore, edhe për prefektin, por edhe për Ministrinë e Linjës.